për fat të mirë avionin fluturimin e kam patur herët në mëngjes, në orën 6, edhe më duhet të largohesha nga shtëpia rreth orës 4, edhe vajza ka qenë në gjumë. Në ato momente kur u largova nga shtëpia, thjesht e kam puthur vajzën tati i saj, edhe i kam marrë thash edhe bashkëshortit që unë nuk e qava, edhe mund të them që ishte fat që edhe fluturimi ishte shumë herët në mëngjes, edhe nuk bëra atë shkëputje drejt për drejt me vajzën, edhe që ajo të më shikonte edhe unë do prekesha më shtoj. Ka qenë shumë e vështirë pasi familjarët të thoshin të kërkonte, të ka kërkuar në ato 6 muaj vazhdimisht, kërkonte prezencën tënde, çfarë i thoshin ata? Nuk ka kërkuar, por dua të përmend këtu edhe faktin që edhe familja e bashkëshortit, edhe bashkëshorti veçanërisht më kanë mbështetur jashtë shumë, qenë mbështetja ime më e madhe,